Dhomat e debatit në Big Brother Kosova ishin të mbushura me tension. Dy opinionistet të ulura përballë njëra tjetrës nuk mund të shmangnin tensionin që po ndodhte. Çdo fjalë, çdo shikim, çdo gjest kishte rëndësi. Çdo gjë që do të thoshin mund të shkaktonte një val të re reagimesh. Ti, nisi njëra, zëri i saj pak i dridhur, por i prerë, i the Dolces se e ndryshon me shpejt dashnorët se mua më zë gjumi. Fjala ra në ajër si një gur i rënë. Heshtja e mëpasme ishte e padurueshme. Në atë çast, të gjithë ndjen tensionin që kishte lindur nga një fjali e vetme. Nuk ishte thjesht një koment i lehtë për jetën private të Dolces. Ishte një goditje morale. Një vlerësim i padrejtë dhe një provokim i hapur. Tjetra opinioniste, e cila e kishte dëgjuar, nuk mundi të qëndronte pa reaguar. Ajo u ngrit pak në karrige, fytyra i skuqur nga indinjata, zëri i saj i fortë dhe i prerë. Kjo është një gjë e keqe për opinionin, tha ajo. Jo sepse është kundër Dolces, por sepse është një sulm personal që nuk ka vend këtu. Ky nuk është vendi për të nxjerrë gjëra intime të dikujt dhe për t'i gjykuar në publik. Sidomos për lojtarët që po ndjekim çdo ditë. Debati filloi të marrë vrull. Tensioni rritej me çdo fjali. Njëra argumentonte se komenti ishte thjesht një reflektim i shpejtësisë së emocioneve dhe strategjive brenda shtëpisë. Një mënyrë për të theksuar një fenomen që shpesh shihnim brenda Big Brother. Tjetra kundërshtonte, duke e quajtur këtë si mungesë etike dhe empatie, një gabim që nuk mund të arsyetohej, as me humor, as me lojë. Unë nuk po flas për Dolcen si individ, tha opinionistja e parë, po për mënyrën se si lëviz brenda lojës. Shumë lojtarë e bëjnë të njëjtën gjë. Nuk është fyerje personale. Është analiza e strategjisë. Strategji? U përgjigj tjetra me një ton të prerë dhe të ftohtë. Po flasim për jetën private të një vajze. Nuk mund të thuash, e ndryshon dashnorët shpejt dhe të pretendoj se është analiza strategjike. Kjo është mungesë respekti. Kjo është e papranueshme. Tensioni nuk u shua. Çdo fjalë ngrihej e rënë mbi tavolinë, secila duke provokuar reflektim të menjëhershëm. Opinionistët ndjenë se çdo sekondë e debatit mund të ndryshonte perceptimin e publikut, dhe kjo ishte përgjegjësi e madhe. Ne kemi një platformë, vazhdoi opinionistja e dytë, një vend ku miliona sy po shikojnë çdo lëvizje, çdo fjalë. Çdo gjë që themi ka ndikim. Dhe të thuash një gjë të tillë për Dolcen. Nuk është thjesht kritike. Është një shkelje morale për një vajzë që është ende e re, që po përjeton një eksperiencë intensive brenda shtëpisë. A nuk duhet të tregojmë pak empati? Tjetra opinioniste e pranoi pjesërisht. Por mbrojti të drejtën e saj për të shprehur mendimin, unë po jap mendimin tim si opinioniste. Dhe mendimi im është se Dolca nuk është e vetmja që ndryshon ndjenja shpejt. Unë po përpiqem të analizoj atë që ndodh në lojë. Nuk po sulmoj personalisht. Por e kuptoj që mënyra se si u shpreh mund të shihet si e dhunshme. Debati u bë më i gjatë dhe më i thellë. Ata diskutuan për rolin e opinionistëve, për përgjegjësinë ndaj publikut dhe për ndikimin e fjalëve të tyre tek lojtarët. Çdo argument ishte i ngarkuar me emocione, etikë dhe analizë psikologjike. Ti duhet të kuptosh, tha opinionistja e dytë, se publiku po sheh gjithçka. Dhe një fjalë e tillë nuk është thjesht komente. Ajo formon opinion, ndikon tek njerëzit dhe mund të lëndojë dikë që nuk ka bërë asgjë për të sulmuar. Kjo nuk është lojë. Nuk është analiza. Është etikë. Dhe ne jemi këtu për të treguar shembull, jo për të shkelur ndjenja. Fjalët e saj ranë si një goditje e fortë. Heshtja pasoi për disa sekonda, secili duke reflektuar mbi peshën e fjalëve të thëna. Dhe në atë heshtje u kuptua diçka e rëndësishme. Roli i opinionistit nuk është thjesht të komentojë lojën, por të ruajë integritetin, respektin dhe etikën, sidomos kur prek jetën personale të lojtarëve. Në fund, debati u mbyll jo me një fitues, por me një reflektim të përbashkët. Të dyja opinionistet e kuptuan se fjalët kanë fuqi. Fjalët mund të analizojnë, por mund të lëndojnë. Dhe përgjegjësia e tyre ishte të gjenin balancën midis analizës kritike dhe respektit për individin.